Partitë politike do të hartojnë një program të veçantë, edhe për zgjedhjet lokale sepse kanë specifiket e veta, dhe për zgjedhjet parlamentare mas 4 viteve. Përndryshe, pastaj do I lëhet mëshirë të fatit sepse kush do hecë më shumë, kush sponsorizon më shumë, kush është më I fuqishëm dhe realisht tash këtu me mu dhe me gusin që jemi pak si të vjetër ke subjekt politike, me thënë do jetë shumë e vështirë intelektualët e mirëfillt të jenë pjesë garuse, intelektual po flas pa ofendu asnjëri, nëse nuk do kenë njerëz dhe individ të cilët I mbështesin, I suportojnë, pra do lexohet shumë më pak vota intelektuale, shumë më pak vota e një folsi, shumë më pak vota një njeriu që harton programe, se sa vota dikujt që në termin edhe të zonës tonë, edhe të Lezhës, të Mirdicës, Kobinit, termi të fortit, në shumë subjekte politike, në s'pojnë ndaj subjekte, sepse s'do të bëj kategorizime. Po të populistit pragmatik, Ky natyra të fortit, do kupton po shoh që po mbizotron, dhe ndoshta shumë të ri të cilët kanë qef librin, të cilët kanë qef me studiu, të cilët kanë qef të merren dhe me politik, ndoshta nuk e kanë më kurajën kur shohin se Paulini, mund të jetë ideal shumë I mirë, mund të jetë shumë I shkolluar, tjerë, por nuk ka këto cilësitë që nuk ka shumë lek, nuk ka shumë I fuqishëm, nuk merr mrapa pjesë të fortish apo resurse tjera që e lezhon në përgjithësi dinë shumë mirë, edhe mirëditorët edhe kurbinasit, dhe ndoshta do jetë një largim I një elite për të bërë më pjesë e garave, sepse edhe me Gusin kemi qenë një sezon në Këshillit Bashkiak dhe kemi pa që mund të jetë një subjekt politik, mund të jetë figura të jashtëzakonshme, sepse në gara për këshilltar marrin shumë parti, që në sa parti e kupton, dhe një parti tjetër s'ka si emër, edhe kur vjen puna ato krijojnë grup parlamentar në Këshill dhe intelektual me nxjerrin nga 1 shkojnë deri në 2 kështu, dhe kjo lloj pjese unë nuk e quaj pozitive, është shumë e dëmshme, por meqense janë, kjo është fushat, ka qenë fushat zgjedhore, ka organet ligjore që duhet merren dhe gjejnë ashtu siç po kërkojnë burimin e paras, gjejnë dhe burimin e votës sepse do kenë material të spaku për gjetë mjaft element të domosdoshëm, sepse ky njeri është kaq I votuar.